Një sherr mes një pasagjeri dhe drejtuesit të një autobusi urban në Tiranë ka përfunduar me dëmtimin e mjetit dhe arrestimin e një 33 vjeçari. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e së njëjtës në rrugën Muhamet Xhollesha. Sipas policisë, gjithçka ka nisur pas një konflikti verbal mes 33 vjeçarit ÇK dhe drejtuesit të një autobusi të linjës Green Line të linjës Urnazës. Në pamjet e publikuara në rrjetet sociale, shihet momenti kur drejtuesi i autobusit mbyll derën e parme të mjetit, ndërsa i riu nis ta godas me grushtë xhamin. Përplasjet e forta bëjnë që xhami të thyet, ndërsa pak çaste më para dera shkëputet dhe bie në tokë. Në autobus ndodheshin edhe pasagerë të tjerë, të cilët përpiqen të ndërhyjnë për të ndalur konfliktin. Mes tyre është edhe një e moshuar, e cila shihet duke tentuar të shqetësojë situatën. Reagimi i policisë së Tiranës ka ardhur pas publikimit të pamjeve, duke identifikuar dhe arrestuar autorin e dyshuar. 33 vjeçari akuzohet për veprat penale, shkatrimi i pronës dhe prishja e qetësisë publike. Sipas autoriteteve, konflikti mes pasagerit dhe drejtuesit e autobusit ka ndodhur për motive të dobta. Rasti rikthen vëmendjen te konfliktet që shoqërojnë her pas here transportin publik në kryeqytet, ku debatet mes pasagerëve dhe drejtuesve të mjeteve apo faturinove përfundojnë edhe në përplasje fizike dhe dëmtim të autobusëve.